A bëhet thot dhikrin dark, hoq, se e kam dëgjuar që bëhet vetëm ditën. Allahu të rujt, i dashtën vëlla. Kemi dy lloj dhikri, pra fjala dhikr do të thonë përmendje e Zotit. Dhikri që ka kohë të caktuar, do të thonë duhet vetëm çat kohë, s'ban në kohë tjetër. Edhe dhikri i përgjithshëm, që e bën kur don. Pra, dhikrin e mbrëmjes, edhe dhikrin e mëngjesit, duhet me bon kohën e vet, dhikri mëngjesit, masi ta fal sabajin deri kur të lind dielli, koha më e mirë është. Pastaj dhikri mbrëmjes është pas ikindis deri në perëndim diellit. Por kemi edhe këto dyja të banë edhe në kohë tjetër, nëse s'ke pas mundësi mas sabajit deri në lindje diellit, banë edhe ma vonë. Pastaj kemi përmendje të Zotit, të cilën mundesh kur dush 24 orë me i thonë. Prandaj me mendu që ja, vetëm ditën duhet me përmend Zotin, natën s'bën, gabim është. Gabim. Thuj la ilaha illallah, Muhammed Rasulullah, apo la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, deri në fund, etj, sa herë dush, kur dush, edhe kur ti kesh mundësitë e tua. Elhamdulillah, ka vend për me i pa rrethanat apo kushtet edhe mundësitë e tua, Islami nuk t'i mbyll kur dyrt.